Policia e Shkodrës ka finalizuar fazën e 4 të operacionit të koduar Neonot 4 në kuadër të goditjes së kultivimit të bimëve narkotike me anë të llambave. Në këtë fazë shkon në 7 numri ambjenteve të zbuluara dhe të goditura gjatë operacionit. Në Velipoj u arrestua në flagrancë një 22 vjeçar nga Vau i Deez, i cili kishte marrë me qira një banesë dhe kishte përshtatur për kultivimin dhe tharjen e kanabisit në ambiente të mbyllura. Në pranga ka rënë edhe një punonjës i OSHS, ndërsa 2 punonjës të tjerë të këtij institucioni janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim. Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi 308 bimë të dyshuara kanabis, rreth 85 gram lënë narkotike të tharë, mbi 120 pajisje elektronike, 4 celular, si dhe përforcues grushti. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër dhe seksioni për hetimin e narkotikëve me mbështetjen e forcës operacionale dhe shqiponjave. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.